Do të ecim me të tjera zhvillime ku ish deputeti socialist Ben Blushi, ndërsa sot kryetari i Libras ka folur për Armon, duke e cilësuar të dështuar privatizimin e bërë nga qeveria e kaluar. Blushi tha gjithashtu se buxheti i shtetit humbet 200 milion euro në vit nga dështimi i këtij privatizimi. Armo që u priorizua nga PD-ja, dështoj, e mori një klient i qeverisë, ka një 2 vjetë që e përdorë, e dini sa para humim në vit, e dini sa para humim nga nafta, 200 milion euro. Gjithë ky cikli bankers, deri në përpunim, i kushton buxhetit edhe e shoqërisë tonë 200 milion euro. E dini ju kush e administron sot Armon? Askush. Një kompani fantazëm, edhe në me leje nga qeveria, e cila presupozohet se ka marrë Armon me qira, një pronë shtetërore, pronë publike, e privatizoi Saliu pa drejtësisht. Nuk pati asnjë efekt. Si që privatizoi dhe OSHE-n, dështoi dhe ai privatizim. Çështja sot është kush e administron. Prap nuk e administron shteti.